Po, rinumërimi. E para, po, në instancë të fundit, vlerësoj që tashmë jemi ka fundi i procesit të rinumërimit rreth 40% të tërësisë, që në kupton që kjo pjesë nuk ka nevojë me u rinumëru prap, i bjen edhe 60% që edhe disa ditë të tjera, e curia e procesit hetimor duhet me theksu këtë gjë, që nuk e pengon e curinë e procesit administrativ sa e përket çështjes së ecjes tutje të veprimeve përfshirë edhe afatet. Prandaj vlerësoj që, siç e thash edhe ripotencoj, hë për hë nuk ka në bindjen time arsye për me shku prap në zgjedhje, sepse vullneti i qytetarëve është në kutitë të votimit. Kretë çka duhet është që me shku edhe një herë me i këqyr, kushtimisht me thonë për hir të shikuesve, thonë me i këqyr që ato vota, apo përputhen apo jo me rezultatet që janë publiku, ato ku nuk përputhen me i rregullu qysh janë në kutin, jo qysh janë rezultatet, edhe ata jo qysh dojnë në parlament, jo qysh dojnë votuar, jo qysh dojnë komisioner, do tjetë kuvendi komisionerëve. Ata që i kanë manipulu këtë proces, me ose pa vedi ose bashkë ose qysh, thonë procesi hetimor do ta determinoj këtë situatë edhe natyrisht që ata do të me marrë përgjegjësi. Ata edhe të tjerët, sepse në instancë e fundit, si që tha edhe vullneti, unë besoj që më së paku, ose ata po se po edhe të tjerë do të me shiku me u përfshi. Jo, unë besoj që çështja e presidentit ka ende kohë, nuk është që jemi në krizë të afatit dhe të mos respektimit të këtij afati tradhitor, edhe pse unë kam disa dilema sa i përket neni 86 atje, sepse atje përmend një afat tradhitor të zgjedhjes së presidentit, por faktikisht nuk ka asnjë pasojë, çka nëse nuk respektohet ai afat tradhitor, çka nëse nuk nis fare. Shtrohet pyetja. Prandaj edhe një dispozit tjetër e kushtetutës është edhe më e qartë. Ajo thotë që nëse brenda 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës, atëherë shpërndahet kuvendi dhe shkojmë në zgjedhje. Po larg jemi atyre ditëve. Unë mendoj që nëse sot KQZ-ja vendos me përcaktuar numërim plot të tërësishëm, këtë çka do të bëj është që nga nesër t'i shtoj kapacitetet në qendrën e numërimit të rezultateve. Numërimi i këtyre votave të bëhet me kapacitetet plota. Po të themi ashtu, mos t'jenë 10 kuti, 10 tavolina që rinumërojnë, po t'jenë 20, 40, 50, varësisht sa ata e imagjinojnë që për një periudhë 5 ditë të ardhshme të përfundohet komplet procesi. Dhe kështu, sa po të përfundoj procesi i rinumërimit, janë disa afate të ankesave që mund t'i bëj dikush nëse hala mendon që ka ndonjë parregullsi, dhe pasi të përfundojnë i tërë procesi shpallën edhe certifikohen dhe pastaj është një afat tjetër i ankesave për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, por e mira është që të përfundojmë tek java e parë ose java e dytë e shkurtit me gjitha procedurat e rezultateve të zgjedhjeve dhe kështu të hapet mundësia e konsultimit kuvendit, zgjedhjes qeverisë dhe ecmit tutje.